Përshëndetje, shenja e peshqve. Sot do të interpretojmë kartat për javën 12 me 18 janar 2026. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, puna, dashuria dhe një prizëm orakull. Në gjendjen tuaj kemi 2 shpatat, temperancat, 2 monedhat dhe 9 shpatat. Atëherë, gjendja personale. Ju mund të ndodheni në një gjendje pasigurie dhe ngarkese mendore. 2 shpatat tregon një vendim të vështirë që po e shtyni. Mund të jetë emocional ose praktik, por ju refuzoni të përballeni me të. Temperanca thot se ju duhet të ndaleni, të qetësoheni dhe të bashkoni në harmoni pjesët e brendshme që po përplasen. 2 monedhat tregon se po përpiqeni të menaxhoni shumë gjëra njëherësh, ndoshta pa energjinë e duhur. 9 shpatat sugjeron se pas gjithë kësaj ka ankth, ndjenja faji apo mungesë gjumi, mendja juaj nuk po pushon. Kalojmë tek familja ku kemi bota, 3 kupat, 10 shpatat në të kundërt dhe gjykimi. Në familje, kjo është një fushë me energji të dyfishta, mbyllje dhe rilindje. Bota tregon përfundimin e një kapitulli familjar. Mund të jetë një largim, ndryshim ose transformim. 3 kupat flet për mbështetje, festë apo mbledhje familjare, por me 10 shpatat në të kundërt, duket se dikush ende nuk është çliruar nga një dhimbje e vjetër. Gjykimi tregon një zgjim, një mundësi për të falur, për të lidhur, ose për të kuptuar të vërtetën pas një tensioni familjar. Kjo është koha për të falur, për të mbyllur kapituj të dhimbshëm dhe për të lejuar pajtimin. Kalojmë te dashuria ku kemi heremiti, 10 monedhat, 6 shpatat dhe asi i shpatave. Në dashuri ju jeni në një udhëtim reflektues. Heremiti tregon që po kërkoni brenda vetes përgjigje. Ju ndoshta jeni duke kaluar një periudhë vetmie të zgjedhur, edhe nëse jeni në marrëdhënie. 10 monedhat sugjeron që keni ideale të larta për stabilitet dhe të ardhme në dashuri. Pra dëshironi diçka që qëndron. 6 shpatat flet për lëvizje të brendshme. Mund të largoheni emocionalisht nga një situatë, ose po punoni për të lënë pas dhimbje të vjetra, larg të shkuarës. Asi i shpatave sjell një të vërtetë, ose një bisedë që shpreh qartë ndjenjat tuaja, ose një vendim të prerë. Kalojmë te puna ku kemi faqen e monedhave, djalli, 5 kupat, njeriu i varur. Në punë, në këtë fushë ka një përplasje mes shpresës dhe bllokimit. Faqja e monedhave sjell një mundësi të re, ndoshta një ofertë, një mësim, ose një nismë e vogël që mund të rritet, por djalli tregon se mund të ndiheni të lidhur pas një rutine, varësie, apo pune që nuk ju nderon shpirtin. 5 kupat sjell zhgënjim, ndoshta jeni ndjerë të pavlerësuar, apo keni humbur diçka që e prisnit. Njeriu i varur ju fton të ndaleni dhe të ndryshoni perspektivën. Ka një mësim në këtë vonesë ose bllokim. Ndoshta ndryshimi do të vijë kur të hiqni dorë nga ajo që ju kufizon. Kalojmë te prizëm orakull ku kemi stop. Kjo është një thirrje drejt për drejt që të ndaleni, të mos e shtyni veten përtej kufive emocional dhe shpirtëror. Mos vazhdoni me rrjedhën e zakonshme, vetëm nga frika ose detyrimi. Ka diçka që duhet ndalur, reflektuar dhe kthyer në një drejtim tjetër. Paçim.